Përshëndetje dashur miq të Antena TV-s, rikthehemi sërish këtu në këtë studion tonë të vogël. Tema e sotme që të mbajmë ka të bëjë me protestën e radhës së Partisë Demokratike. Ka ndodhur një ngjarje, si thuash, edhe pritej një lloj sjellje, më saktë, një lloj reagimi dhe i policisë shtetit, e cila sipas informacioneve që ka deklaruar se protesta e ditës sot me Partisë Demokratike do jetë sërish e dhunshme si kundër ka ndodhur dhe në protestat e mëparshme sa i përket tubimeve masive të Partisë Demokratike përballë kryeministrisë apo institucione të tjera si ato të Kuvendit ose të më përparshmet ku kanë pas qenë përballë Bashkisë Tiranë apo qoftë duke bllokuar dhe rrugët e Tiranës. Protesta e sotme, policia shprehur se ka informacione se njëjtë si me protestat e tjera, protesta do jetë e dhunshme, ku nënkuptohet këto shishet e Molotovit që do hidhen drejt kryeministrisë, pa që i shqetëson më shumë policinë e shtetit, janë shishet e Molotovit, të cilët janë element piroteknik shumë të rrezikshëm, në ato shishet e vogla të plastike të mbushura me benzinë, të cilat nuk thyen si në rastin e dikurshëm kur shpik Molotovi në për shishe qelçi që shpërndaj dhe lënda djegëse në momentin që shisha thyej. Në rastin konkret, shisha duke qenë e mbyllur në plastike dhe me pamundësi për të thyer, ajo lloj metodologjie është praktikisht një bombë me flak e cila mund të rrezikojë jetën e policëve, por dhe të protestuesve apo njerëzve të zakonshëm që mund të jenë pranë ambienteve ku zhvillohet protesta. Për këtë arsye, policia, duke shprehur se është një protestë e dhunshme, nuk ka dhënë leje për mbajtjen e kësaj proteste. Nga ana tjetër, Partia Demokratike dhe kreu i saj zoti Berisha është shprehur se protesta nuk është e dhunshme, ose protesta që niset nga zoti Berisha është kryesisht protest paqësore, protest e cila nis e tillë edhe nga mënyra e organizimit, por se nuk është në dorën e Partisë Demokratike as leadershipit të saj që të vendos fatin e një proteste. Pra, nëse qytetarët sipas deputetëve të Partisë Demokratike kanë ose tregojnë një lloj pakënaqësie dhe këtë lloj pakënaqësie shprehin me anë të dhunës, kjo nuk i përket fare as ideologjisë, por as strukturës së protestës të organizuar nga Partia Demokratike. Tani se sa e vërtetë është kjo, do diskutoj me mikun tim Ermal Peçi, i cili është në studio bashkë me mua si gjithmonë për të diskutuar aktualitetin dhe politik, po edhe më gjerë, qoftë geopolitik apo edhe tema ndryshme sociale. Ideja është, Ermal, ajo që kemi parë deri tani nga minimalisht 2 protestat e fundit të Partisë Demokratike kanë qenë pothuajse protesta që kanë nisur me disa fjalime, me një paradë në shesh dhe kanë kulmuar me këto shishe të Molotovit të hedhur drejt kryeministrisë. Disa deputet PD-s për të qenë korrekt janë shprehur se shishet e Molotovit janë hedhur gjithmonë drejt godinës dhe kur drejt policisë, por her pas here kemi parë raste ku kanë shpëtuar paq dhe fatmirësisht policë, po edhe reporter. Kujtojmë rastin e reporterit të News 24 ku në shenjë pasaj si thuhet pakënaqësia apo proteste, se një protestë që sjell protestë, kolegët u solidarizuan me. Pra, një protestë që shkakton protestë ka një lloj mesazhi brenda. Shkosh njësoj. Të kameramanëve që u solidarizuan dhe ulën kamerat në shenjë të si një deduksion i pashkruar, në qoftë se e uzon me bon sens dhe paqe, do prodhoj bon sens dhe paqe. Në qoftë se u shqen me protesta, do të cilë protesta. Është mënyra se si vjen si shkak pasoj gjithçka. Pra, në qoftë se ti gjatë gjithë kohës je i prirur të sulmosh individ caktuar, edhe ata do të sulmojnë ty. Në qoftë se ti gjatë gjithë kohës tenton që ta kesh konstruktin e bisedës në të bazuar mbi argumente dhe jo sulme personale, drejt asaj do shkojnë dhe me ty. Do më në mënyrën si e godet jetën, jeta të godet ty. Do më në këtë qasje është. Tani, e para është anëri që
Unë mendoj që ditën e sotme policia e shtetit ka bërë një gabim e cila nuk nënkuptoj shumë, por është lapsus, a u bë me qëllim për t'i paraprirë, sepse edhe policia e shtetit kam shumë informacione se ne, edhe shkruan më shumë, apo nuk flet aq shumë sa di. Ata kanë thënë të tjera që ne nuk japim leje sepse kemi informacione për dhunë. Pra, e para është që policia e shtetit po paralajmëron diçka, apo e paralajmëron që ta përdori politikisht për më vonë se çfarë do ndodhi. E dyta është përsëri detyrë e policisë shtetit nëse ka informacion të parandaloj akte të dhune para kryeministrisë, pavarësisht se si do ta strukturoj Partia Demokratike. E treta, çfarë sjell dhuna? Po të qëndrojnë në këto, pastaj mund të analizojmë çfarë bëhet me protestën e pse bëhet, apo është momenti i dur apo jo. Unë mendoj që dhuna nuk sjell asnjë zgjidhje. Minimalisht ata e kanë revoltën me kryeministin Edi Rama dhe e kanë revoltën me qeverinë socialiste. Ata nuk e kanë revoltën as me policinë e shtetit dhe mund të gjejnë të tjera mënyra për ta trysnuar. Me policinë e shtetit se thonë është Ervin Prodos. Kjo është i gomarlik Ilir Prodos. Ilir Prodos pa. Më duhet se the Ervin. Ilir Prodos. Në sensin, po policia e shtetit mendoj anëri që është jo, është dhe gomarlik edhe se që kuptim ka që këta e kanë një natin me Ilirin. Po sepse ata e nënkuptojnë Ilirin si mekanizm grupeve kriminale. Por unë mendoj që... Ç'pun ka me djekë... Po, prandaj po them, këtë do të them, jam shumë dakord. Pastaj kush e zgjidh këtë punë, se zgjidhin ata. Prandaj po them, nuk po them që... Unë po të them, në thelb dhuna nuk prodhon gjë. Pra kjo është... Jo, prodhon. Dhuna prodhon viktima. Dhunat prodhoj rezultat politikisë. Vetëm viktima. Kështu që në këtë kontekst mendoj këtu ngrim atë, sepse këtë do të them, këtu mund të marrim këndvështrime të ndryshme. Çfarë ndodh? Domethënë, në optikën time Andrej, ne sot jemi përballë një situate që opozita ka 1000 arsye për të protestuar kundër Edi Ramës. Por edhe sikur ta merrte Partia Demokratike pushtetin sot, ndoshta për një javë shqiptarët do të gjenin një arsye për të protestuar kundër PD-s. Fjala vjen, nuk ka rëndësi, e kupton. Kjo më protesta do ketë. Po. Shko, ne nuk kemi ndarë akoma. Andri, ne nuk kemi ndarë akoma sot, se ne marrim modelet e shteteve perëndimore, por të paktën në çfarë kam dëgjuar e çfarë kam parë, në të gjitha këto shtete nuk janë partitë politike që udhëheqin protestat. Mos duhet dhe ne të ndryshojmë një qasje të kulturës politike që kemi, që politika të merret me vendimarrje, të merret me politika zhvillimore, dhe protestat ti ketë, nëse do të ketë vijë reagim si shoqëri civile, po e marrim si pretekst. Pra, kjo është një prej çështjeve por mund ta diskutojmë më vonë. Të qëndrojmë fakt te protesta e sotme. Mendoj që është në momentin e gabuar. Mendoj që protesta e Partisë Demokratike e thritur sot është momentin e gabuar. Momentin e gabuar për të vetëm arsye që sot ata do duhet ta linin gjithë terrenin të hapur për të parë se si do të vepronte Edi Rama. Pra, kur them si do të veprojë Edi Rama e kam në kontekst me Spagun dhe në kontekst me zonjën Belinda Balluku. Vetë Partia Socialiste po propozon një kod të ndërhyjë te kodi 242 dhe t'i japi një mbrojtje kryeministit, zëvendës kryeministit, kryetarëve të bashkive, kanë futur dhe avokatin e popullit. Në këtë qasje, mendoj që Partia Demokratike do duhet ta linte panoramën të plotë, që gjithë fokusi i dritave, apo i këndvështrimeve, apo mendimeve ndryshe, apo edhe kritikave, të bini mbi qeverinë Rama. Nëse ti sot del dhe bën një protestë, e bën të dhunshme, atëre pavarësisht se Rama mund të mos ketë më legjitimitet moral, atëre ti e justifikon me arsyeën që midis një sistemi të pasigurt edhe midis një panorame me dhunë, shqiptarët do qëndrojnë më mirë tek sistemi i pasigurt, sepse nuk, domethënë, në kontekstin se çfarë prodhon opozita sot.
Kështu që në këtë kontekst u mendoj që vetë lëvizja e Zotit Berisha është e gabuar. Po pse e bëjnë këta? Pse Tani, mendon se e bëjnë? unë mendoj Anëri që këtu ka një marrëveshje të heshtur, pra janë ndarë rolet. Njeriu më i fuqishëm që është Edi Rama, pra ka dy perspektiva në këndvështrimin tim. E para është që njeriu më i fuqishëm ju ka ndarë rolet, polici mirë, polici keq. E dyta, që përsëri bën sens në zhvillimet politike, nga që këta nuk i dëgjon njeri dhe nuk i merr parasysh as Edi Rama, këta duan të imponohen për të shkuar në tryeza nëpërmjet dhunës. Pra, faktori ndërkombëtar t'i thrasin dhe të thot edhe kryeministri Edi Rama shikoj se këta duhet ulen në tryezë. E arritën këtë gjë para 7 muajsh kur bllokuan gjithçka me punime dhe vajtën ulën në tryezë me Edi Ramën. Dhe mendoj që kjo është një qasje, sepse nuk ka asnjë të dhënë, duhet që se numrat po të kurren dhe është logjike thjesht tani kur të kurren numrat shtohet dhuna. Se nëse ti ke numra për t'ju imponuar, ti nuk ke nevojë të imponosh me dhunë. Dhe ti nuk ke nevojë ta dirigjosh edhe dhunën që unë t'jap shembullin e protestave 2019 që kam qenë vetë aty pjesëmarrës me protesta sot. Në atë kohë nuk ka pasur njerëz me kapuç që shkonin për të gjuatur. Ata shkonin drejt kryeministrisë, po ishin me fytyrë, ishin njerëz të identifikuar. Pra nuk ishte kaq panoram që ata duhet fshiheshin nga kamerat. Dhe ka pasur dhe gjatë gjithë kohës ka pasur një reagim të edhe strukturave dhe të shoqërisë edhe për shkak të numrit të madh që kishte. Sot ne shikojmë që mënyra se si këta po e strukturojnë dhe në asnjë moment nuk ka qenë target policia. Në 2019 të them me bindje që s'ka qenë në asnjë moment target policia. Është goditur kryeministria por të personazhet të punojësve të policisë kur dhe këtu unë mendoj dhe që policia ka një përgjegjësi sot që flasim. Në 2 protestat që kanë kaluar ka pasur një keq menaxhim sepse unë mbaj mend mënyrën se si operonin, edhe pse nuk ishte shumë e shëndetshme se na mbushën në gaz atëre, por të them me bindje që sot përpjestimi të protesta e parë dhe të dytë, se sot nuk e dim se do shkojmë, por të 2 protestat, mënyra se si është vepruar sepse 19 kanë qenë zgjedhjet lokale muzikë. Besoj që ato kanë qenë zgjedhjet lokale kanë qenë. Dhe në këtë kontekst mendoj që e gjithë procesa ka qenë ajo puna e mandatave, ço? Në 2019 ka qenë mandatet para 2019 apo mandatet sikur do qenë pak më vonë apo në 2019. Po 2019 ishin zgjedhjet që nuk u futën. Zgjedhjet lokale që nuk hyn. Aty dhe kanë qenë këto protesta. Mandatet, pastaj ishin zgjedhjet lokale që nuk hyn dhe ishin nën protesta. Dhe në këtë kontekst mendoj që duke mos patur as edhe një orientim të mirëfillt se çfarë po prodhon, se s'po prodhon politik kjo protest, po të shikosh jashtë ndërkombëtarët nuk janë fare të shqetësuar, mendoj që ata do të shkojnë drejt kësaj rruge e cila është ekstreme, por do të ketë uroj mos ketë dëme njerëzore, por nuk e di se si do të shkojë gjithë ky mekanizëm. Unë mendoj dhe besoj se gjithë realizimi i protestave ka vetëm një qëllim, që ky dufi këtyre ose si thuash gjithë retorika që përdor Partia Demokratike, që është retorike e njohur tashmë se e bën prej disa vitesh, bën një të njëjtën ngosh, një të njëjtën ndvrim, ndoshta për ca ka drejt, nuk ka rëndësi, ose për ca të tjera nuk ka drejt, ose ne na duket ndryshe, ndoshta u ka rënë shara ngosh dhe her pas here përballë Edi Ramës se nuk e mundin dot. Por ama besoj dhe mendoj se këto lloj protestat, jo vetëm që nuk prodhojnë asgjë, po prodhojnë pakënaqësi. Pakënaqësi e para njerëz sepse her pas here kur kanë pas deputet Partisë Demokratike në studio, pa përmend emra se pak rëndësi ka, gjithmonë kanë qenë kundër policisë shtetit për shkak të Ilir Prodës, siç përmendon. Ilir Proda
nuk e bëjmë ne fajtor për asnjë gjë, sepse mund të ketë gjunahet e veta, apo ato gjunahet e veta duhet t'i sqaroj diku që ne as i certifikojmë dot e as i mohojmë dot. Problemi është edhe kjo lloj dhune ndaj policisë shtetit me molotov që hidhen ndaj punësve të policisë është tërësisht e pashpjegueshme. Ndodhe absolutisht dhe në vende të tjera që ka përplasje midis policisë dhe grupeve opozitare, por ndryshe nga çdo vend tjetër, në Shqipëri janë protesta politike. Pra, ti kur thua i lek verdh, nuk ke parasysh i lek verdhët që t'ishin deputet të opozitës franceze. A kupton? Ose ku dëgjon, ku shkon në Nepal, protestat e Nepalit që morën peng ata ministrin edhe gjithë ngjarjet që ndodhen atje do gjën vendin, nuk e u vran njerëz, humbën jetën njerëz, u bëhet fjalë që ishin këta që e bën ishin deputet të opozitës asaj qeverie. Kështu që në kontekstin ku jemi sot, e para njëherë Partia Demokratike mohohet drejta protestës sepse organizohet protesta nga Partia Demokratike, nuk është protestë qytetare. Dhe që ka të bëjë që qytetarët jenë mërzitur nga Ilir Proda për një arsye të caktuar, se ky ka lidhje me bandat kriminale, jo. Nuk ka lidhje. Dhe qytetarët ndryshëm këtij vendi për shembull kanë marrë molotove në dorë, janë pajisur me benzinë dhe po ja hedhin policisë shtetit që të fitojnë të drejtën e tyre. Unë besoj se kjo protestë realizohet vetëm që mesazhet e tyre, retorika që deri tani kjo qeveri është e korruptuar, qeveria Sorosit apo jo, kundër Trumpit, e kundër Shtetet Bashkuara të Amerikës, se këta duan me prej drejtësinë që vendosë SBA-n, kjo ka qenë një retorikë që deri në një farë pike funksionoi absolutisht. Funksionoi deri në momentin e fundit ku nuk ka pati një si thuash një lloj shpreje nga organi akuzës, si është prokuroria e posaçme. Dhe pastaj gjykata e posaçme për subjektet e saj që kanë qenë ministra apo kushdo që kanë qenë. Po tani kjo retorikë s'po mbaron kurrë. Edhe kur Spaku vepron, se çka kemi ne me Spakun, ose çka pak nëjësisht kam unë me Spakun si qytetar apo gazetar, nuk ka të bëjë fare me opozitën. Absolutisht zero. Pra më legjitime është një ankesë që ka një qytetar i zakon, sesa një parti politike në kohë të vështrim. Sepse partia politike e para është PAL. I vetëm që s'është PAL përballë Spakut është një qytetari. Që si intereson, se është në punë ti, e më kupton? Shumë dakord jam, të pjesë sepse partia politike përfaqëson dhe një frymë. Qytetari ka reagim personal. Ore, qytetari s'është PAL fare, më as nuk rrezikohet. Nga Spaku, as i hyn xhep. Spaku bën apo s'bën e shef prodhimin e Spakut si diçka që ai e ka pas një lloj ndjesie prej vitesh që nuk po ndodh kjo gjëja, e dyta pastaj që është pa e rëndësishme mbi që s'është PAL qytetari. Po këta s'lenas, këta i kanë zënë vendin dhe qytetarit që të shprehet në raport edhe me Spakun. Pra, në vetvete, ne nuk kemi një motor që bën krahasimin, se po mendoja, ne nuk kemi motor krahasimor. Kemi ca sondazhe në rrugë se si e shohin qytetarët Spakun. Fjala vjen, më kupton? Po. Por nuk e masim dot se si po e shohin qytetarët punën e Spakut në raport me qeverinë. Më kupton pse nuk e mbasim dot, sepse këta nuk lënë vend as qytetarët protestojnë. Ndoshta një qytetar do të protestojë, po s'ti jep hapësirë ky. Është vërtet. Se s'do të politizohet. Po. Dhe ne e shohim Spakun ndoshta ndonjëherë me syte apo veprimet e njërës apo tjetrës parti. Më kupton? Pra e shohim nëpërmjet syte të Partisë Demokratike kur i vjen këtyre laku. Po, kjo ka bërë atë polarizimin e shoqërisë. Po pra. Dhe gjithmonë, kur bëjmë analizë për Spakun, e bëjmë sipas bindjeve partijake. Jo. Më kupton? Pra, ka një problem. Unë kur nisem për Spakun, për të bërë analizë pro apo kundër Spakun, nisem gjithmonë mbi produkt, nuk nisem kurrë. Këta e kanë të kaluar, këta se marrë njerë me produktin. Se të thush dikuj që e organizat kriminale. Sepse, çfarë ndodh ndjesjen ndërpreva? Jo, s'ka një që... Ata nuk mund të inkurajojnë dot Spakun, kur vetë... Jo, inkurajojnë ato, kur e duan ata? Jo, nuk e inkurajojnë dot. Kur duan, flas. Ata mund të inkurajojnë dhe kur duan nuk e inkurajojnë dot punën e Spakut. Pra, ata thonë, ka aty edhe ndonjë prokuror të mirë, po s'mund të inkurajojnë dot punën e Spakut. Ku është ngërçi tyre tani? Pse nuk reagojnë për shembull ata mbi ndryshimet që po bën Edi Rama te kodi i procedurës?
ose pse nuk e ushtrojnë presionin ata për të zonja Belinda Balluku. Sepse ata vetë unë që ose ushtrojnë presion, atëre njerëzit me të drejtë do t'i thonë, po ju, keni kryetarin, keni dhe sekretarin e përgjithshëm, keni kupolën politike, e cila është në spak. Po, them kuptimin e lash me kupolën me numrin 1 dhe 2, pastaj ka një numër si punë e degve aty, rrjedhëzimin. Treshi është Po ka 4, 5, 6, 7 aty, po them këta dy. Si rrath rëndësie, ose... Po, këta dy janë ata, se nga këta dy nis gjithçka. Kështu që në këtë kontekst, edhe për më shumë pastaj që mënyra se si këta kanë përdorur narrativën e Ramadurës, kemi qenë këtu bashkë, kam thënë nuk ka një kontekst në Ramaduro, përdorën narrativën e Trumpit, vajti Rama në bordin e paqes, tani nuk ju kanë ngelur me narrativ, tani i kthejmë përsëri tezave sovraniste, që jemi ne që do të arrëzojmë Ramën. Ata e din mjaft mirë, dhe nuk ka njeri që nuk e di që ata janë aty në lojë në optikën time se do e di Rama. Po mos do e di Rama, ata s'janë as një sekond. Dhe nuk kanë as mundësi me gjithë këto vektor kundër. Drejtësinë e ke kundër, faktorin ndërkombëtar e ke kundër. Rama ka pushtetin ekzekutiv dhe lokal gjithin. Si do arrish ti ta mundësh e di Ramën kur ti dole në një betejë dhe nuk e munde? Nga disa betejë. Kështu që në këtë kontekst po t'jap analizën e gjithë zhvillimeve dhe ngjarjeve dhe pse ata nuk i mësojnë dot punës pakut. Ja të ta, se atë nisa të bëja. Ideja është këta protestat i zhvillën, e ke vërre që i kanë të rëndësishme, nëse se të kap me rase lëviz shumë pasaj. Në fillim thash dhe njerë që të kapem të kjo pjesa policisë, që polici do i rafi me dhe që është një idiotësi. Për shumë, isha me një person në studio dhe më thamu, pse policia tha se i dojmë në vend në absurdi, pse policia tha dhunon protestuesit, kurse kriminalet i shoqëron me mjete private. Dhe ishte rasti i Balilit, apo ku t'i gjonë një tjetër... Balilit Sarandës, Delvinës. Të që e ishte rast dorëzimi, po, ti thush ti që pse Balilin e merë makinë dhe këtë timin ma rrejt, do të thotë që e para dhe Balili dhe kjo janë kriminela një. Dhe ti tani po më kërkon të respektojmë më shumë si, po kërkon hierarki, respektit kriminelave, apo po thua pse më rre këta të mitë, sepse ti këtë tjetrin e merë kështu. Pra nuk, unë besoj se ata janë të paqartë në atë që kërkojnë. Se s'mund të krahasosh protestuesit tu ty me Balilin, se s'ka lidhje fare një që është në punë vetë që ndoshta bën të narkotrafik dhe është dënuar për narkotrafik, me ca protestues që ikin aty të kërkojnë drejtën e tyre. Ti do të thuash, zotëri, këtu se është tjetër gjë, se këta kujtojnë se kur çdo kriminal trajtohet njësoj. Asnjë kriminal nuk trajtohet njësoj në botë. Bile sa më i rrezikshëm, aq më kujdesshëm janë masa dhe nga ana policisë, qoftë në përgatitje fizike, mendore, po dhe strukturore. Është të kapësh një njerëz që ka kap një thik në dorë, krejt rastësisht aty te rruga, dhe ti futesh një bande kriminale, për shembull, qoftë me një personi që është kryetari i bandës kriminale, do një organizim të jashtëzakonshëm ta arrestosh. Ka tjetër strategji, apo nuk ka rëndësi kjo. Pa i hyrë detajet. Ti nuk mund t'ja kërresh policisë shtetit, se gabimet që kanë bërë këta gjatë gjithë kohës janë kryer policisë shtetit. Or i kanë qelluar, or i kanë sharë, or i kanë tallur, or u kanë bërë me gisht, or i kanë marrë prej leckash. Dhe këta janë toleruar gjatë gjithë kohës për shkak se në emër të deputet lëkut. Ti në emër të deputet lëkut nuk mund bësh një sjellje që nuk shkon fare për shtat me mandatin që ti ke. E para njërë për t'ja shpjeguar këtyre gomerëve se policët, mirë apo keq, janë me mira në Shqipëri. Nuk janë pak, si strukturë policore. Dhe një polic i cili dhunohet, shahet, ofendohet, kapet zvarr, nuk lën gjë pa e bëj, hidhet molotove dhe gura, ti nesër, unë minimalisht po t'isha policë, minimalisht që gjë më minimalisht që të bëja, edhe nëse s'të përdora, për shembull, dhuna e policisë është proporcionale në çdo rast, pra është dhunë me ligj në të gjithë botën. Pra është dhunë e ligjëruar, nuk është dhunë për shembull që e bën një qytetar. Pra ta jep
të fuqin uniforma, është proporcionale absolutisht, pra një polic në këtë lloj sjellje, si cilën ndajmë policë, këta unë minimalisht po t'isha deputeti, partisë dhe shëndonore, ç'pun kemi ne që... Të zmë të thosh unë po t'isha policë. Ja, policë. Policë do zbatoja urdhrat atyre, siç zbatojnë edhe këta. Po çdo njeri zbaton urdhra, Se s'ke ça, nuk del dot. Edhe ata në politik zbatojnë urdhra. Pra ti thua, ata janë ata kanë një mungesë logjike kur ta artikulojnë se ju vjen nga situata ku janë vetë. Po pra, po s'mundesh. Unë se besoj se ke nga situata ku janë vetë, unë besoj se nuk janë të trash. Se besoj të janë... O, janë të trash, po Nuk e besoj ata. Orma, për Zotin, janë të trash, sa herë bëjnë gafa, që nuk ka thot kush t'i thonë. Më beson mua, bëjnë deklarata, që nuk i mëson... Një sekond, nuk i mëson njëri t'i thonë. Okej, mund t'jetë linja për të sulmuar Ilir Prodën, më falë, një sekund që ta kuptoj. Mund t'jetë linja për të sulmuar Ilir Prodën, por nuk është linja që të marrësh policinë zvarr. Nuk i thot dikush merr policinë zvarr ti, shahet ti nga nëna nga motra se është ky zotëria këtu që ky mendojmë se ka lidhje me bandën kriminale. Nuk ka lidhje. Ai minimalisht, ai polici që ti shah nga nëna nga motra, ai polici që ti gjuan në shuplak, ai polici që hedh molotov apo gur apo e ofendon. Flas për deputetët, minimalisht nuk do të votojmë, më falë. Nuk është dhe rënd, edhe sikur nuk mos ta marrin fare të vota, është e rënd, është ana institucionale. Ore ti çfarë po bën? Apo bën protesta për të mobilizuar të pakënaqurit, apo bën protesta për të treguar pakënaqësinë që ka populli kundër qeverisë, apo bën protesta për të rrëzuar Edi Ramën, apo bën protesta për sjellë një rotacion politik, apo bën protesta ti për ta dëgjuar atë goditjen tënde te dera, ta dëgjoj dritara që janë ndërkombëtarët, po si ta dëgjojnë ndërkombëtarët kur ti nuk respekton minimalisht shtetin, sidomos uniformën e policit, dhe si do të votoj polici, ty që mund të jenë 100.000 polic në gjithë Shqipërinë, punojnë së policie, a janë elektorat këta, amor? Janë elektorat, a votojnë këta, amor? Votojnë. A kanë familjar këta? Vërtet. Po gruaja, nëna dhe motra që e shef të policin, qof çuna të ri, qof burran mosh që kanë fëmijë, më fal një sekond. E kanë vëllezër, e motra, e kunetër, e kanë dhëndra që shohin që babai, vjerri apo vëllai apo i biri rrihet, dhunohet dhe shahet protestë, çfarë do bëj? Do votoj pro partisë që e shan dhe nuk do votoj, por këta më dëgjoj. Këta do e rrisin, ku do e rrisin votën? Këta anë përdorin një narrative e cila është polarizuese, sepse çfarë ndodh? Kjo ka ndodhur në gjithë, kjo po ndodh sot në Shqipëri. Pra, në Shqipëri ka vetëm ngjyra të bardhë dhe zi, nuk kanë ngjyra të tjera. Dhe ti sot, me narrativën ai mendon që duke sharë policët dhe duke identifikuar policët si Edi Ramës, ai mund mobilizoj trupin e pakënaqurve që janë pjesa tjetër. Pra, ka një strategji të gabuar dhe janë të paqartë. Nuk mund t'jesh i pakënaqur nga fakti se për shembull ke rrogën minimale. Atë polici mund ta kërkojë 1000 forma. Ora mund tani policët vetë, jo në protestë, por në një tubim. Po jo, nuk është çështja, Andri. Çështja është që një përfaqësues shteti nuk mund të përdorë atë gjuhën ndaj pavarësisht kush është dhe si është momenti i policisë shtetit. Ti nuk mund të shash përfaqësuesit me uniformë. Pra, fakti që ata po zbatojnë detyrën e tyre. Mund të ketë edhe një moment, mund të ketë edhe njerëz policinë e shtetit dhe ka të cilët janë persona politik, kanë marrë poste politike. Por masa policës janë politike. Po them. Edhe po ka marrë një, po këtë po të shpjegoj se po të analizoj gjithë. Dhe në thelb qëndron që ti duhet të jesh shumë i kujdesshëm, sepse duke parë se çfarë ndodh, kjo është si efekt bumerang. Pra, deputeti duke sharë policin, ti e zhvlerëson uniformën e shtetit. Uniformën e shtetit është. Ore, shtetin lero uniformën e shtetit, uniformën e shtetit mund të jetë edhe zjarfisi. Në thel, edhe ai te rruga pastaj, që mendon që i bëhet një padrejtësi dhe ai fillon përdor një jetë gjuhë. Prandaj ata të cilët janë dhe pretendohen që janë elita e këtij vendi, pra janë klasa drejtuese, duhet jenë shumë të kujdesshëm në mënyrën se si i artikulohen policisë shtetit. Pjesëtarëve, se çfarë kanë ata me Ilir Prodën, ta zgjidhin me Ilir Prodën, ta thrasin komision. Po të kenë çfarë bën. Ore ta thrasin komision edhe t'ja numërojnë një për një çka kanë. Ore ç'pun ka ata edhe janë numëruar nuk. Ore në kontekst sepse ç'pun ka me policët kjo s'ka lidhje me policin. Po ne po them, nëse kanë gjë me Ilir Prodën, ta thrasin komisionin e sigurisë, aty janë përfaqësues të PS-s
edhe përfaqësues të PD-s edhe ti thon, ti zotëri i dashur je përfaqësues i këtij, i krimit, këtij, i krimit atit. Ty të ka sekuestruar telefoni Spaku, po nuk e thon dot këtë të Spakut. Dhe kjo është e gjithë ngarçi dhe prandaj shkojnë anëri tek dhuna. Dhuna do të sjellë që këta të ulen në tryez, sepse deri në këto momente ata janë të bindur që nuk i pyet njeri dhe kur të pyet njeri do gjesh një mekanizëm. Pra ata son ndjen të pafuqishëm për t'i imponuar dhe duke qenë se po afrohen dhe zgjedhjet lokale, kanë frikë që dhe ato 6 bashki që i kanë mund t'i humbasin. Dhe në sens e gjithë kjo narrativ, sepse çfarë ndodh? Domethënë ne të ënën mos gaboj kemi mbledhjen e mandatit zonës Balluku. Po. Si do duhet sot një protest? Po i marrim dhe nuk po e paragjykojmë se mund të jetë një e paqe. Ai e po e mbron. Që gjave këta janë kundra mbrojtjes dhe këto protestojnë. Fare nuk ke nevojë, shko voto atje që un jam kundër zonës Balluku. Është presion që bëjnë përpara se të ndodhi ajo. Pse mos s'kan as numra. Ska presion të nuk është, nuk është sepse mos të përmbajemi te numrat. E di pse mos përmbajemi te numrat. Numrat në parlament them, në këtë kontekst. Po, parlament. Jo numra në protest. Jo, protest në rregull janë ata, po edhe në parlament në rregull janë prapë dhe mos i përmbajemi numrave se për shembull edhe një protest që mund ta organizoj partia e Arlind Qorit që ka 1 mandat në parlament është legjitime. Kjo e lapa e gjithashtu. Sheja që ka 2 mandate në parlament edhe nuk mund të ketë këto, çfarë quajnë këto, të njëjtat numra protestuese siç ka Partia Demokratike, por kjo do të thotë se protesta këtyre është legjitime. Kjo nuk ka të bëjë fare. Kjo ka të bëjë me qasje me retorikën. Këta ngatrojnë njerëzit, të paktën militantët që kanë brenda partisë, i ngatrojnë me popullatën. Pra dufin që mund të kenë këta personal të tyre, për shkak se kanë 13 vite në opozit, këta ngatrojnë me qytetarin e thjesht që buk veç, punon veç, sakrifikon veten dhe çdo gjë për familjen e tij, ka një biznes ti personal që nuk ka lidhje fare as me njërin as me tjetrin, ngatrojnë me veten e tyre që të ardhmen e tyre qoftë politike, po dhe ekonomike e shohin të lidhur me partinë. Po këtu nuk ecim në të njëjtat hapa. Pra nuk po flasim për sa njerëz që protestojnë nuk po diskutohet tu, edhe sepse temat nuk janë tema për vende pune. Se kanë kthy PD-n, nuk PD-ja dhe PD-ja nuk është shoqat për vende pune. PD-ja është parti politike e cila premton zhvillim, pra prosperitet dhe një minimalisht drejtësi dhe drejt ligjore. Baza është familja, feja, e më the thash. Problemi është pavarësisht se jemi shtet laik, s'ka lidhje, por Jo, ashtu sepse janë në doktrinën e djathtë, ajo është. Ideja është tani, zotri, ore me policin çka kemur? Qa të bëri ty more ty, zotri, o zotri, që të shkosh atje në protest. Dhe sa herë që Berisha tund flamurin, më shumë, në çdo lloj proteste, kur Berisha tund flamurin, aty shpërthen Molotovi. Më shumë, edhe po ta shohësh në linjë. Sinjale. Po, duket si sinjal, por sikur tani jepini burra. Tani jepini më kapin mua me kamerë, tani ta hedh story në Instagram. Ka dhe diçka që nuk funksionon. Sepse shqiptarët vërtet janë ndonjëherë të pavëmendshëm se s'duan se u ka lodhur politika dhe kanë 1000 halle të tyre për të marrë me njërin apo me tjetrën palë, kjo nuk ka rëndësi. Problemi është se ti nuk mund të organizosh një protest të Partisë Demokratike dhe thua kjo është protesta, kjo është ajo që duan shqiptarët. Jo, unë nuk dua që të shahet polici nga nëna nga motra, më. Fare. Ka policë të këshim pafund, më vëlla. Ka shumë policë të këshim. Patjetër, më. Ka dhe inxhinier të këshin, ka dhe gazetar të këshin, ka dhe ku digjon, që problemi ka? Ka dhe ignorant, ka dhe ç'lidhje ka kjo, po nuk është masa. Pas këti njëfke ca individ ti shua ke aty tek tufa dhe mbi tufën hajde ti rajmë gjithë, ti shajmë gjithë, ti ofendojmë gjithë. Jo më zotri. Sepse thash dhe jera, ato në gjykimin tim, ore unë të kisha nxjerrë një strategji sinqerisht për ta bërë dhe policin me vete mu. Që të më respekton të policin, më thoshtë, ore, s'ka si ky zotëria, më kupton? Sinqerisht, që nesër pas nesër policin e pa kënaqur, qoftë për rrogën e tij, për uniformën, për kish trajtimin, për mos pagesën e orarëve shtesës. Ore, si s'folën për policinë, si janë paguar orare shtesë, me kanë nxjerrë policin nga 2-3 turne edhe si janë paguar.
Kështu nuk flasim, asgjë. Ore dile aty, ore thot për retorika, dhe sot do flasim për policinë, më fetë për policinë. Vetë për ata që na mbrojnë jetën. Po tani, kur ti shef një deputet që rrej një policë, dhe polici nuk reagon, sepse ka urdhër mos reagoj, me jo se zdi ta bëj. E ka urdhër që mos reagoj. Tani, kur shef një policë që dhunohet nga një deputet, ofendohet nga një deputet, qa presun? Pres që kur po të më shaj mua deputeti, më falë, jemi në rrugë, unë dhe deputeti, edhe njës deputeti më shanë më përshtynë dhe më gjuon, unë ku të shkoj? Shkoj do të policia? Që dhe më gjajë polici, si ka love. Më rau, më shau, më bështy këtë deputeti, që të bëjë, thot aje, se ky, po i shkova unë do më rafi edhe mua. A e kupton, në këtë lloj. Mund të jetë banale, ta them sinqerisht, se bëra çik banale për gallat, por në simbolik. Pra, ti më thelb thua që nëse këta sulmojnë policinë, atëherë kush do mbrojë shoqërinë, pra, ky është thelbi. Ore, kush më mbron mua nga deputeti një herë, pa mirë nga kriminali? Ty deputeti që duan. Po prandaj po them pra kush më mbron? Se kështu e kish deputeti që duan. Ore, kush më mbron nga deputeti më nesër? Kam një, ku di që, një ankesi që çdo lloj qytetari, pse kam, u bën deputet tani se bëj kriminal. Pastaj këtë logjik kur ja bën një deputet, imagjino çfarë mund të bëjë kriminal tani një polici që ka 500-600.000 lekë rrogën. Dhe këtu është simbolika që është e shëmtuar. Që merr policia e shtetit, se ka njerëz sa dush të mirë të paaftat, të aftë, se thash pa aftë. Sikur se ka dhe të paaftë absolutisht, por simbolika që po japin policisë shtetit ja kanë hequr komplet identitetin dhe dinjitetin që kanë. Pse tani se fletim me emrat përveçëm, po jo më nuk dua unë. Nuk dua. Këta mbarojnë protestë deri tani pa u bërë akoma me molotova, të thash, i keni kapur aty përpara. Këtu janë pedagogë ato, Luciano Boxhi është gjë intelektual mordi tani në sotri. Po është sjellja pasaj, prandaj them, domethënë duhet të ketë. Po si ti je intelektual, nuk mund të marrësh ta marrësh tip or plerot ta shash rob ti thua polici ti, ikni mor kriminela, ai zifare se çka ka bërë. Unë domethënë kam një qasje tek intelektualët shqiptar që këtu fjala intelektual është zhvlerësuar. Intelektualët në radhë të parë mendoj unë. Në tërësi nuk janë njerëz politik. Në tërësi. Tani për të pra, intelektuali... Në botë intelektualet janë dhe politik. Jo, do më thënë, intelektuali është politik, dakor, çdo qenie në them, por po të them intelektualët... Nuk është sakrilezhe kam fjalën tjesh. E ka shpjeguar dhe unë këtu referohem një prej autorëve, Port Johnson, që ka bërë një prej librave për intelektualit në botë, dhe e ka shpjeguar mjaft mirë. Intelektuali është kontrovers me qeveri. Është apolitik. Është apolitik, sepse nëse ti mban qasje, ti mund të jesh intelektual, mund të jesh brenda një fushë të caktuar, por nëse ti merr krah dhe merr ka politik aty. Pra, unë nuk po them që çdo intelektual ka binet e veta, por nëse çfarë ndodh? Pra, intelektual quhet ai që i del dhe partisë vet kundër. Në këtë rast në Shqipëri nuk ka. Kemi parë shembuj... Ore, jo nuk po flas për t'i dalë partisë kundër, ore, jam të fol me policin, me ka policin të resë ka rrugë. Po t'i ika nga polici, po t'kalojnë një plan më të gjerë. Dhe në sensin është shumë e vështirë që në vende... Po zdo ta përgjithsoj. Jo, prandaj po them, dua ta kap... Tamam, ta kuptojmë të ky. Pse këta kallëpët e PD-s, po pse janë vetëm të PD-s, po ky kallëp i PD-s, pse del kështu? Ta them sinqerisht, po nuk kanë dalë në PS. Ka pasur anë situata... Po ka pas, ato dhe ata i kanë heq me njerë, i kanë spastruar. Sepse i kanë spastruar edhe nga pushteti. Sepse nuk e tolerojnë... I kanë spastruar nga pushteti kur ishin opozita, ne? Kanë pasur modele mjaft shëmtuara me të shara nga ropë, nga motra, një model... Policin jo. Ka Shar Gardën, në atë kohë Tom Doshi, e gjitha me radhë, në parlament, kur përplasin Gardën, them. Gardën, pas se kësë Shar Gardë, jo zë më lajtë. Pëthu pra të me Rion Braqën, ka qenë ky
Jo, pra nuk është shak garda, pra fare. Nuk është përdor garda. Është shak vetëm individ politik me politik. Nuk është, nuk po them. Jo se Toma ishte një intelektual i madh. Jo, dakord. Por në po them edhe Toma nuk e ka rit ta shaj gardën më burr. Nuk mbaj mend. Edhe kur ka shku aty më që ka shar, ka qenë ky mos Strazimiri mos gaboj në podium. Nuk është shar policia. Ka qenë ky mos gaboj, ka qenë një lëvizje. Braçe Strazimiri dhe braçe doshi ishe këtej. Ka qenë më duket mos gaboj në një përplasje se se mbaj mend, më duket Paulin Staka ishte më i Edhe Paulini që ka qenë me ta Uland Ballën atëherë te KQZ-ja, si më thën Pallat Kongresit, nuk është shar policia, kanë munduar gjatë të kalën murin rrethimin e bam me bum, por nuk është ofenduar policia as është kapur, kanë tentuar me mend që mos të them kot, s'mbaj mend. Po e mbaj mend, unë po them, tani mund të ketë një gjë që edhe mund më shpëtoj. Por nuk në thelb nuk ka qenë drejt për drejt me policin, nuk është toleruar kur kjo. Qoftë edhe për makjazh. Më kupton çfarë do të them? Nuk është çështje, anë unë mendoj që është çështje pa fuqie. Jo pa fuqie, më jo. Qoftë për makjazh politik, pra për çështje PR-i nuk e kanë toleruar. Mund ta kenë mund pas mundsinë ta bënin ata, mund të kenë pas njerëz më si thuash, më adapt për ta bërë atë punë dhe nuk e kanë toleruar. Ta pse e bëjnë më? Si mund ti për 30 vitesh të vazhdosh një skem që ti e ke kuptuar që kjo nuk të funksionon. Prandaj them unë që këta ndonjëherë nuk janë bashkë me Ramën. Ora është metodologjia e tyre, më është kallëp i tillë, më burr, është ky stani që atë brum nxjerr. Do të thënë, nuk e nënkuptoj domethënë. Arben Prifti thot Gafur Mazreku ka nxjerr pistoletin mes parlamentit. Po kjo është prapa e ka nxjerr pistoletin e ka nxjerr Azem Ajdarit, po flasim kundër policisë, o Arben Prifti. Edhe kur ka qenë Gafur Mazreku, po flasim për i kohë që s'ka pas ekzistu demokracia akoma. Thjesht ka qenë nocion kështu, që po vjen, më kupton? Dhe Gafur Mazreku s'ka lidhje prap, ka qelluar ndaj deputetit Azem Ajdarit. Nuk po flas se çfarë përplasjesh kanë pas me njëri tjetrin, jam duke fol vetëm për rastet e pra çka kanë pas partitë politike apo individ ndryshëm politik me njëri tjetrin, ka pas dhe debate më të ashpra patjetër. Po flas në raport me policinë, nuk ka më mend një polic të jetë goditur nga një deputet i Partisë Socialiste me shpull. Nuk mbaj mend një polic të jetë ofenduar nga ropte nga nëna dhe nga motra, nga deputet Partisë Socialiste pse i ka shkuar tek Selia edhe këta nuk kanë pranuar. Nuk mbaj mend deputet Partisë Socialiste të jenë futur një sallë gjykate dhe të kenë kapur prej leckash policin. Nuk mbaj mend deputet Partisë Socialiste të jenë futur me i rajon të kapi policat e të shajnë e të ofendojnë kriminela se kanë bërë 1-2-3 arrestime. Nuk i mbaj mend to. Mi gjej dhe mi tregon ndoshta vërtet kam harruar. Nuk po flas për individu ka ndodhur sa dush, e ka bërë Tom Dosh, ja bëri tit Iliru Smajli, të ofendoi po prapë. U flas me policinë, me uniformën. Për këtë e kanë fjalën. Pra këta i kanë marrë dinjitetin uniformës policisë shtetit, edhe funksionarëve të saj, sepse këta mendojnë se ky tjetri është i korruptuar ose ka lidhje me bandet kriminale. Ç'lidhje ka kjo? Ta thash dhe njerë, nuk më duket as strategji, nuk më duket as një lloj benefiti që mund nxjerrni nga kjo gjë dhe nuk e kuptoj pse e bëjnë. Dhe këtë nuk ja u thot Rama, më. Unë po them që janë të paaftë për të menaxhuar një situatë tillë, janë të paaftë për të vepruar kushte të tilla sepse ai brum është. Ti imagjinon do tani ti je deputet i Partisë Demokratike të kaloj një policë aty ta kapësh shpelesën e thosh. Ta shtu nënën dhe motrën. Unë mendoj që është shumë. Ti pse se bën? Po se besë s'ma lejon, unë kam shumë respekt për uniformën e policisë. Po, mund të kesh një mllef tëndin, ti nuk e bën se s'ta pranon logjika më vëlla. Nuk është problemi se çaj nati ke ti me një policë, dy policë. Mund të kesh 1000 arsye që ti ish i mërzitur me një policë. Mund të ketë bërë 1000 zeza, po nuk ka lidhje me uniformën të kapësh ti deri kota rruga ti. Tash ka bërë ai, e kupton? E rëndë është ajo, po ajo shko Andrej. Unë mendoj që të gjitha këto mekanizma dhe gjithë kjo lloj situatë vjen një moment kur ti nuk ke ofertë publike dhe politike për njerëzit. Dhe kërkojnë që të mbash vatrën ndezur nëpërmjet këtyre mekanizmave. Pra, mënyrë se si mund të
edhe nëse shpjegoj çik Arbeni se Po, ka ndërhyrë po. kështu që në Anën këtë thot kontekst. 38 policë të plagosur në Isenjan. Mund të jenë dhe 308 policë në protestë. O Arben, nuk po kupton fare çfarë në fjalë ku është thelbi nuk ka lidhje me protestën sa po plagos polici apo su plagos polici edhe pse to po plagosin policin me protestat që po ndodhin. Nuk e kam këtë sens. Unë kam pas marrëdhënie në 21 janar u plagosën policë, po nuk tha njeri që policia nga Partia Socialiste, policia kriminale e këtij që na bëri e kështu edhe ato policët meritojnë drurin, ose e meritojnë dajakun, e meritojnë shkopint, apo e meritojnë gurët. Nuk është kjo, unë po flas për retorikën që mban një parti politike, o Arben. Nuk ka fjalë, nuk ka lidhje fare me protestën kjo gjë. Nuk po flas për protestë, po flas për deputet të Partisë Demokratike që ja rrehen policit. Ai ke parë apo jo? Flamur Noka e Rafi atje te Unaza madhe, ai qelloi policin morzotri. E ke parë atë video? Më gjej një si shok, se si motor nuk e them dot të këtij rasti, që një deputet Partisë Socialiste ka goditur policin me shpull. Më gjej një deputet Partisë Socialiste që ka shkuar në rajon edhe ka marrë prej leskash policin ose i ka thënë havre se do futem mu, si që kanë këto, qoftë drejtoria policisë tu, qoftë në rajonet të ndryshme, pse do nxirrin protestuesit e tyre nga qelia. Më nxirti një deputet që e ka marrë gardën prej leckash dhe i thotë ju jeni kriminela, ju jeni vrasës, përpara kuvendit ose edhe brenda sallës kuvendit, që ja ka rreth Gardës Republikës. Më gjej një deputet Partisë Socialiste që shahen nga nëna dhe nga motra 2 efektiv të forcave ndërhyrjes shpejt që janë policë. Më fal, të shqiponjave. Siç e bën këta para 2 javësh përballë Partisë Demokratike që s'kishte lidhje, kishte marruar protesta, kishte shkuar atje dhe këta i përzuan. Jeni mërë, edhe i shahen nga nëna dhe motra. Nuk kam parë më burrite. Nuk po flas që është gjë e mirë që nuk po them as protestat ndalojnë, as që është gjë e mirë që janë plagosur policët, nuk kem të fol fare për këtë. Nuk po flas as për raportin e një qytetari me protestat si zhvillon. Po flas për raportin e një deputetit Partisë Demokratike në raport me uniformën. Me dikë që nesër pas nesër, kur të vinë zgjedhjet lokale se ato tjerat janë më larg, do e kërkoj votën. Do ja kërkoj nënës tij që e ka sharë, do ja kërkoj motrës tij që e ka sharë, fëmijëve tij që i ka rrahur babain, do ja kërkoj vëllezërve të tij që i ka sharë nga e si kanë lënë gjë pa thënë, do ja kërkojnë gjithëve këtyre tani me çfarë fytyre do ja kërkojnë? Dhe në emër të kujt do ja kërkojnë? Këtë jam duke thënë, kush është strategjia të rrajnë policës se na ka fajin Edi Rama? Shumë se kuptoj këtë lloj strategjie. Prandaj po them, nuk ka lidhje kjo fare me atë që Unë besoj që e konsumuam si temë. Ky thot, unë e kam parë, më se kena, edhe i çika besoj se Po, edhe mos 2 kam minuta. asnjë problem Jo, me asun. Se Arbeni sot do të taftojmë një ditë në studio se çika. Të vi. O Arben, unë kam parë që mbi 30 policë sakatuan deputetin PD që ka doli nga spitali para deputeti Bilishtit në Albati, thot. Jo, nuk ja kërkon se nuk i e kërkon se e ka fut në punë Rama. E ka fut në punë Rama, po njerëzit nuk janë sklever të punëve të tyre dhe ne nuk e dim as ti, nuk e di Arben kush i ka fut në punë. Dhe të futesh në punë sot dikën nuk është sakrilegj, edhe lejeni këto na futin punë, ky se njëri do të fusin punë. Se kështu është. Nuk është vetë punësimi që nis me dëshirë personale, po do kalosh me një filtr ku do futesh në punë. Dhe mos ta bëni sikur o fut ky polici i shtetit, sikur të jesh polici i shtetit është puna më e mirë që i ke dhënë një individ. Ja, po mban bukën e gojës dhe siguron bukën për familjarët e vet dhe rrezikon jetën për ditë, përpos gjithave gabimeve që mund të kenë dhe ti thu tani këta e kanë fund punë policë dhe i paska bo nert modh e paska zgjedh hallë. Jo, nuk është, uaj zotria edhe në po është në punë, shkon gjithë ditën, qohet atje në mjes, e shkon mdarke më shtëpi, ose qohet mjes vesh ato këpucët që të shkrinë në rrugëve, edhe ato uniformat që me dalë djellë e shi s'majnë as vapën dhe as ujnë, kështu që mos i trajtoni policët, jo se unë thash dhe njërë, kam në i kështu, po mos i trajtoni policët e shtetit sikur ja keni plotsu kushtet, i keni qaj, me i fjallë edhe tani
po prisin shumë prej tyre. Me 600.000 lekë rrezikojnë jetën çdo ditë ata, edhe 800.000 lekë rrezikojnë jetën çdo ditë, kurse ne tjerë nuk e rrezikojmë jetën për askën. Sepse ka ngjarje shumë të rrezikshme her pas here që mund të lindin nga hiçi fare dhe mos jenë fare organizata kriminale as banda kriminale. Kështu që ta lejmë këtë se kush i ka futur në punë. Gjithse kush i është futur nga dikush në punë, se ashtu problemi është ai justifikojnë punën e tyre. Nuk ka rëndësi kush është fut në punë nga kush apo kush i ka lërmëruar. Tani, dhe e fundit, e sakatuan në Albatin, thua ti, në Albani apo në Albati si e ka ky? Po në Albani e ka shkruar prandaj. Bledio në Albati. Në Albati. Në Albati, përplasja e deputetit në Albati me policinë e shtetit lindi kur policia e shtetit shkoi të largonte turmat e protestuesve që i ndodheshin brapa në Albatin, ky zori gjoksin se ishte deputet dhe madje u foli. Tani, që të kuptosh dhe njërë, në asnjë vend të botës dhe në asnjë vend të rruzullit toksor, nuk guxon kush që të kundërshtoj urdhrin e policisë. Mund ta bësh absolutisht për shenjë revolte apo proteste që por të pret dajaku, pret shkopi gomës. Dhe quhet dhunë proporcionale. Dhe policia nuk dënohet për atë pjesë, se policia nuk del me laps dhe letër, nuk merr fotot e gjithë deputetëve të Partisë Demokratike, se unë me të pyet ty sot kush janë deputetët e Partisë Demokratike, ti nuk më thu dot gjithë emrat, se ti nuk i njeh. As Partia Socialiste janë ca njerëz që janë anonim, s'kan fol një herë në parlament. Nuk mund të një polic shkoj me idenë se ky është deputet, shikoj mirë prit, ky po bën po na kundërvjet. A është ky s'është deputet? Hapin fotot, hapin qitape, ta pyesin kush jeti zotri, pastaj të veprojmë. Jo zotri, jo. Ato janë kushtet e detyrës. Në rrethanat që ishin ata, veprojnë ashtu siç veprojnë dhe e kanë legjitime dhe dhuna është proporcionale, se nuk shkuan atje kot me i pas se kush ishin, shkuan atje sepse ishin protestues që po reagonin dhunshëm dhe nuk kishte lidhje fare kjo. Se ishin po shikojshin ato forcat e ndërhyrjes shpejt, nuk ishin policë normal. Kështu që edhe kjo është e gabuar. Por ky si gjithmonë në emër të deputet lëkut, dhe këtu kjo gjë ndodh vetëm në Shqipëri, se në çdo vend tjetër botës dënohesh, hetohesh, dënohesh dhe ke mbaru punë dhe me karrierën politike, po të godasesh i policë se do ti. Pas arsye se ti ta lejon që jetë deputet. A kupton, ta lejon mandati. Se ne kërkohet që ishin mandatit këtyre, po duhet të respektoni njërë uniformat, të respektoni dignitetin e policëve, se nuk ka fajin ata. 12.800 tani thënë. Jo nuk se ka fund. Pse nga të mi në kohën e PD-s? Nuk e 12.800 tani, se kuptova, nuk po ta kuptoj pyetjen në Beni, po... Është rritur numri i policisë pra e ka Arbeni që janë emërime, pra Arbeni nuk kupton këtë gjë, që thot e kanë fryrë për të sjell vota. Pra, nga polici që do duhet të shërbejë qytetarëve, i shërben Partia Socialiste. Ka bërë analizën Arbeni? Po dakord, ai thot këtë gjë, por më pyet për Arbenin, mo ta shkoj vetë. Jo, po them Arbenin, po ishte për Arbenin se Arbeni po na ndjek. Ora Arbeni me ç'bazë i bëni këto analizë? Që ky ka fryrë se ka këtë, se i njeh atë, edhe pra është marr Rama me punësime atje se këtu, mirë më 12.800. Sa, ma pyti qik të lutem, sa punojnë policia? Ja se e pyso në Albeni për ty, që të kuptosh. Në Republikën e Shqipërisë. 12.800, thuti, po ta marrë të mirë qenun. I ka futur Rama. 5.000 në 2013, po. Po 12.500 janë tani, 12.800 janë tani. Sa kanë qenë kohën e PD-s thotë, se nuk e kuptoj. Një policë për 240 banor është raporti. Brenda mesatares së vendeve të rajonit, por nën mesataren e BE-s. Është nën mesataren e BE-s. Tani si e mati për shembull, si e mati që për shembull këta që kanë hyrë tani nuk na janë dashur, dhe këta që kanë hyrë tani janë militantët e EPS-s. Jemi nën mesataren e BE-s dhe jemi një policë për 220-240 banor. Kështu është llogaria e këtyre që janë punësuar si policë. Mund të bëj dhe krahasime unë dhe të formatit. Problemi është se ka polici rendi kriminale ndërhyrjes shpejt, rrugore, kufitare dhe imigracionit dhe polici mbështetëse. Tani nuk e di se si janë ndarë këto respektivisht.
por janë shtuar 5.000 në bazë 2013-ës. Ore, s'ka lidhe sa banor ka këtu 4 milionë ti tani. E nxjerr ky bosi këtu, e thot, pra aq banor sa ke, është një policë për 220 banor. Kjo është llogaria. 12.800 thua ti, janë 12.500 efektiv gjithsej. Nuk janë 12.800. Dhe mund të them raste sa duash o Arben, ku në Itali për shembull kur hyn ata në parlamentin nxorën deputetët me shkopa gome. E raste të tjera në botë edhe kështu. Kush ka ndërmend të kundërshtoj policin, mund ta bëjmë, kemi bërë dhe ne në protestat ndryshme, patjetër, po kur kam shkuar në rajon, s'kam thënë ore ma ka fajnë polici. Na e futën ata policë, ata se kam xhir pretekstin e policit. Mekanizmi politikës tani duhet plaset tek politika dhe jo tek policia e shtetit. Pastaj mund të përdoren mekanizma rregullues qoftë për policinë e shtetit dhe qoftë për çdo institucion tjetër. Por politika ka kundërshtar politikën, s'ka as gazetarët, as policinë e shtetit, as individët. Pra çdo fash, dhe besoj nga java mund të diskutojmë edhe një moment që pse gazetarët fyen dhe ofendojnë mes njëri tjetrit, më duhet gjëja më bazike, se kuptoj dot, se do duhet. Kam parë në disa media herët e fundit janë ofenduar me njëri tjetrin në mënyrë të frikshme, nuk e konceptoj dot, domethënë. Dhe kjo lidhet me një degradim që vjen si pasojë mungesës së argumentit, por çdo njeri e di vetë. Ishte në këtë kontekst. Okej. Kështu, Beni, edhe me që nisëm me ty të kena mikë të emisionit dhe për ta përfunduar, 12.500 policë me 220 banor i bie, po ta nxjerr tani, 2.750.000 banor që ka Shqipëria, po tani 12.500 po t'i zej sikur janë gjithë të rendit, pra se t'i ndava edhe klasifikime, nuk janë gjithë policë të rendi. Kështu që po ta bëj me 220 që thot ajo, i bi 3 milion, kështu që e kështu me radhë, e 3 milion e 200 e ca, në që ose janë 260 për 260 nën mesatare, sepse jo gjithë policë janë policë rendi. Po ta mora sikur janë gjithë policë rendi, prap je kundra, nuk e 4 milion, po ta ka llogarit për 2.750.000 veta. Aq jemi ne, se pasoj po t'i hym këtyre numrave, mos i merr numrat e PD-ja. Ti thet vajot ku janë numrat, po deshe saksi, ti thot kam dhe kolegën këtu, zoti Ermal Peçi, 3 milion veta jemi këtu, ne Dumaz dun, Leça kanë ikë, kanë ardhur është muhabet tjetër, po vidh ata që kanë ikë, do ishim shumë herë më shumë. Kështu që faleminderit që reagove, të mirëpresim edhe se këto pikpyetjet ja i bëjnë se ndodher pas herë, ka njerëz pikpyetje ose si thush, ore dhe ne kemi ndonjëherë pasaksira, jo pasaksira, po kemi paqartësira. Paqartësira sa duash, më kupton. Ja për shembull se kisha ditur se sa është normal, s'kishte shku ndonjëherë në mend me pyet se sa policë për banor jemi momentalisht, e sa ka qenë norma mesatare apo sa kanë hyrë gjatë kohës Rama, se pas kanë hyrë 3.000 ekstra apo 5.000 ekstra, nuk ka lidhje, po 5.000 policë sa vota bëjnë. Por nuk është thelbi i votave, dhe jo çdo policë që ti e fut në punë e ka votën deri kur të vdesi, se jo çdo nuk janë peng gjë njerëzit të askujt. Për mendimin tim, pastaj çfarë bën vaki. Kështu që të dashur miq, e mbyllim të emision për sot. Besoj se nesër do kemi një temë tjetër që ka të bëjë me komandatët e UÇK-s dhe gjyqi që u zhvillua në Hag, po si s'të thënë një gjë për këtë Rama Trump më. Unë të thash, në thelb ajo, unë kam thënë që në fillim. Ftesa që mori kryeministri Rama në bordin e paqes, lidhet drejt për drejt me zhvillimet politike. Pra çfarë ndodh? Ajo është një arritje si për Shqipërinë, është dhe një arritje për të. Fakti që pati kur ajo të fliste për komandantët në Hag është përsëri një veprim i mirë politikisht, sepse aty ka folur si kryeministri i Shqipërisë. Pastaj çdo lidhje që tentojnë ta bëjnë me institucionet e drejtësisë apo me faktin që tashmë Rama ka marrë garanci, për mua nuk bën sens. Por to janë vizita që i bëjnë mirë Shqipërisë. Unë e kam thënë gjithmonë, ka dy qasje. Pra, një qasje si çfarë bën Rama në diplomacinë e tij,
dhe dyta është diplomacia ekonomike që prodhon Rama. Si PR të diplomacisë vet, Rama ka nota shumë të mira në atë se çfarë ai ka përcjell. Në diplomacinë ekonomike lë për të dëshiruar sepse ka sjell shumë pak investime, por mos thënë as pak investime tuaja, të cilët kanë hapur vende pune në Shqipëri dhe të kanë sjell investime strategjike apo të kanë sjell firma prestigjioze ku mund të hapen vende pune dhe të shkëmben eksperjenca dhe mund të hapet me një rrugtim jashtë. Kështu që në këtë kontekst unë kam qenë shumë i qartë për bordin e paqes, që në momentin që ka qenë pjesëmarrës, nuk hyj fare kush ishin pjesë dhe çfarë roli ka Shqipëria, nuk më intereson fare kjo gjë, se më duket dytësore. Mendoj që në boshtin e asaj që ne duam të shkojmë, kjo është një lëvizje e mirë politike për Shqipërinë. Okej, unë vetëm për një gjë dua ta analizoj se kjo vizita e Ramës në Washington i dha fund një lloj debati shterb që ishte ngritur mbi fantazira deri më tani ose rezultoi mbi fantazira se dim rrugtimin e debatit se Amerika ose Shtetet Bashkuara të Amerikës janë kundër Ramës, qoftë në konceptin e Ramaduros se jemi narkoshtet, ra retorika se ky nuk e kalon dot oqeanin, ra retorika se do shpallet do ngrata, për momentin se nuk e di çfarë ndodh. Këto janë retorika që përdoren për të zhvendosur vëmendjen nga problemet reale. Jo, nëse s'mund të jetë retorika jo për sa kohë. Orman, patjetër më që mund të jetë kjo, por ka shumë njerëz që i besojnë. Ka shumë njerëz që janë ndikuar nga kjo gjëja. Unë nga që pyet e vet, nuk the si e shikon tim. Jo, nuk në qasje politike pastaj. Unë thash si e shikon sensin e vendosur me realitetin këtu. Pra ideja nuk e kisha për ty në përgjigje, thjesht për. Jo, kam në kontekstin e asaj që të ngjarjeve. Me fjalë, kjo solli fundin e një debati shumë të madh, edhe deklarat televizive si do ikim të arrestojnë apo të ikim me avokate apo sa aludime qoftë politike, qoftë në media, qoftë me fjalë janë u bë një ky krau këtë thoshte jemi mirë ose thoshte asgjë fare, krau tjetër thoshte ky është rënd fare, po presin ta marrin me pranga në duar, po e ka një problem shumë të madh, se ne na duket kështu si shaka ndoshta kështu, po ka një lloj paqartësie edhe në raport me biznesin, edhe në raport me njerëzit, edhe në raport me investimet. Më kupton se një qeveri pas stabilitet, e cila mund të kalojë qeveri teknike, nesër pas nesër, mund të kalojë një qeveri e cila mund të kalojë prapë zgjedhja, po ku dëgjon për çfarë investitorët në Shqipëri nuk investojnë, biznesmenët e mëdhenj janë të paqartë edhe të punëve, më kupton çfarë them? Nuk po i hallin biznesmenët, problemi është po qarkulloj paraja, se do ta kuptojnë edhe këta që na ndjekin, por nuk qarkulloj paraja. Nuk qarkullon as për pos qarkulloj te i madhi, nuk qarkullon as te të vegjël. Investimet, unë ta thashë, investimet strategjike varen drejt për drejt nga dora e kryeministrit. Do kryeministri akseson, do kryeministri nuk. Jemi s'ka lidhje strategjike. Ata, domethënë në thelbin nuk i marrin për bazë çfarë thuhet nëpër media, normale sepse bën klimën, por sa herë kemi diskutuar është gjë tjetër çfarë dëshiron dhe është gjë tjetër çfarë është faktike. E kam thënë shpesh herë, kjo lloj narrative, kjo lloj megalomanie për të folur mbi gjithçka për gjithçka. Mua më duket, por nuk është se prodhon gjë, ja kaluan 3 muaj, 4 muaj ja e takoj. Ça? Prodhoi këto protestat. Si protestat, Andrej, këto janë protestat cilat në optikën time nuk prodhojnë asgjë politikisht. Dhe këto janë protesta që bllokojnë 2 orë, 3 orë, 4 orë Tiranën, 5 orë Tiranën, i diskutojmë ne këtu në media, i diskutojmë dhe në kafe dhe ikim shtëpi. Nuk janë këto protesta cilat e destabilizojnë, ti e shikon, nuk ka asnjë tension. Protesta prodhojnë vendime gjykatash, prodhojnë çfarë nuk prodhojnë. Beso mu se besoj mbi atë çfarë kam lexuar në filozofi dhe sociologji, po. E di sa ndikim kanë, pavarësisht se duket kanë shumë ndikim. Qoftë dhe aty
faktorin ndërkombëtar, për shembull, një pjesë e mirë nuk është se shohin ose e kanë për shembull gjithë funksion shërbimet apo ambasadat këtu të japin të raportojnë se çfarë ndodh vërtet. Kryesisht me gjëra si përfaqësore për të kuptuar situatën. Edhe prandaj këta lumturohen, ke parti pas çdo proteste, e pasqyroi kjo. Ajo është budallëka në sensin si terminologji. Në logjikën shqiptarëve por në logjikën atij që se ndenish. Në thelb ajo çfarë bën ty një pasqyrim në mediat tuaja. Në mediat tuaj mediat e huaja do të ndërgjegjësohen. Pra jo do të ndërgjegjësohen, do të marrin, do të përkthejnë një lajm, një zhvillim. Ajo se çfarë ndodh këtu varet drejt për drejt anëri me agjenturat që marrin informacion dhe ambasadat që përcjellin informacion. Pra gjithmonë ka rëndësi linja institucionale. Në këtë kontekst të zhvillimeve, tipe që kreu i Komisionit Jashtëm të Parlamentit Evropian erdhi dhe tha s'kam kohë, do ikin në aeroport për takuar Berishën. Ishte një mënyrë diplomatike për të thënë që nuk e takoj. Dhe zoti Berisha mori një eurodeputet gjerman aty e priti në zyrë. Pra, në thelb anëri ti mund t'i hedhësh syve kujdo, edhe nëpërmjet mekanizmave të medias, nëpërmjet analizëve, nëpërmjet deputetëve, por koha është treguesi gjithçkaje. Ku ishim, ku jemi. Ramaduro të thash nuk qëndron. Folëm për non grata, nuk ishte asnjë të dhënë. Ka një mënyrë se si duan ta interpretojnë a shkon do ti drejt jashtë kohë, ai tani do shkojnë në parlament ai mbas ca kohësh, e do t'i thotë ja ti je non grata, ose dhe shikoje sa e rëndom të është bërë retorika politike në parlament kur shikojnë që në gjithë narrativa bëhet ti je non grata, ne semi non grata, ti je non grata, ne nuk jemi. Pra një që të them mos i vëna një emërtim që nuk duhet, por kjo është panorama. Faleminderit të dashur shikues, dëgjues, komentues që na ndoqët. Për lidhje sërish faktikisht takojmë nesër për atë temë që diskutuam për ish-krerët e UÇK-s që ndodhen sot, ka mbaruar dhe fjalimet e tyre përfundimtar të mbrojtjes për shkak të krimeve të luftës që presupozohet nga prokuroria specializuar e Hagës dhe besoj në një afat kohor 3 mujor apo ndoshta edhe 6 mujor, sepse kanë drejt të zgjedhin si thua shtyre të afatit të vendimit, gjyqtarët e Hagës do të kuptojmë dhe vendimin e fundit të gjykatës speciale të Kosovës në Hagë. Kështu që shihemi nesër me Ermal Peçin me temën e Hagës dhe do diskutojmë se çfarë ndodhi atje për shkak se isha prezent në gjykatë dhe ndoqa nga afër 2 seancat e fundit të gjyqit special të ish-krerëve të UÇK-s. Faleminderit dhe herë dhe mirupafshim. Na bëni like, subscribe dhe na sugjeroni të miqtuaj. Mirupafshim.